se një njeri që i frigohet vdekjes, ai vdes çdo ditë. Ajo është në një farë mënyrë praktikisht shpirtërisht i vdekur është. Njeri për shembull komoditetit edhe do thotë vetënasish duhet më rujt se këta që kanë marrë titull të tillë po i quhen edhe akademikët. Normal, akademikët e kanë punë gjendje. I frigon vdekjes tu. Vdekjes, komoditetit, i frigohet me humb komoditetin, do thotë ai veç e runi farë krenarie që ka një farë diplome para 3 javë. Kesh me një takim, që ka një libër trash një akademik, po do me aprovu, për shembull, ka fol tërë kohën veç për rreth çati librit. Libri shka ka qenë biografia një shokit vet. Sa të dhonë kontributaj, sot situata, gjendje sot, çajo më rëndësishme, gjendën sot më mbrojt. Ta zonë për shembull, këto e dinë për shembull, na e kena si program. Ta zonë për bje fjala, çka është frika, çka është për shembull substanca kimike edhe çka është shtresi. Tash për shembull, na si organizat, na kena për detyrë më marrë këtë çështje. Se shtresi për shembull ka filluar me dominuar për masa shumë të madhe. Ai është një prej animijve, një prej faktorëve që na është të dukshme, na u ka bërë pa dukshme. Na duhet me bë të dukshme. Stresin me luftu e gjoja më vështirë që ekziston, se ka shumë pasoja. Pastaj për shembull substanca kimike. Ti e din rrit që asnjë gjë nuk është i sigurt çka han dhe çka pin.